Ankesat qytetarëve vazhdimisht I shet binë në sy shumë problematika, cilat ndoshta ma herët nuk të kanë rënë në sy ose s'kanë pengu, tash është këtë e kundërta. Me një herë thush ku që to e kanë lënë keq, që to e kanë bu keq, edhe do me I përmirësu, por që po ndalemi tek problemi Hamdi Grajçevci, është banori I cili na ka shkru, në fakt I ka shkru Blerinës, producentes emisionit, ku tregon se në rrugën Shkupi, do të thonë këtë pjesën këtu të kjo rruga tranzit ku lidhet për me dalë në Veternik, ujrat e zeza rrjedhin në rrugë me jaftë të tëra dhe askush nuk më ndërmerr diçka. Përshëndetje Hamdi Grajçevci Prishtinë. Edhe na ka dërgu fotot. E Lorenti po ju tregon me pamje mas mire se si është rruga edhe se si është I dëmtuar një puset pra këtu, edhe ujrat e zeza kanë shpërthyer në rrugë, e nëse mundemi Lorent ka dalë me ecë dhe me tregu deri se ku shkon kjo gjendje e rrugës, vlen ceket që edhe aroma, misk orta, misk, ujrat zeza mo, e mirë s'ka qysh ju vjen. O sot, pse më torturoni me ardhë për ujrat të zeza, mos e bëni më qytetara edhe as të producente. Edhe po bojmë pak shakona me problemet e shumë të qytetarëve në atë aspektin që janë lodhë edhe qytetarët, por edhe shpresoj që mos lodhë njerëz që duan me ardhë dhe me I shiku problemet e rrugës. Ja, pra këtu vazhdon pjesa e ujrave të zeza të cilat bojnë dëm këtë lagje. Vlen ceket se edhe aty au ka del uja, po më do këtë mu. Jo, qëtu s'ështu, qëtu nuk është problemi është që atje, do me thonë, edhe qëtu do me thonë vjen edhe po derdhët uje dhe vazhdon do me thonë deri lartë atje, edhe si pas ti dhe thot kjo gjendje si pas banorit tregon që kjo gjendje është tash e një javë ose më shumë se një javë, edhe askush nuk vjen me marë masa edhe me pasi ku qëndron problemi, po a din qysh është njëjtë si tek pjesa dhe bërlogut, mendoj une. A e ke po sa